Në shembullin e Kosovës bëuni gati. Ferikan, kam edhe një pyetje, cilat janë... Veç pare për zgjedhje kemi. Po, cilat janë komunat, qoftë tek përplasja, tek gara mes shqiptarëve, por edhe maqedonëse. Pra, cilat janë 3, 4, 5, 6 komunat më të rëndësishme, do të thënë, për nga mënyra se si do të votohet dhe vendoset ditën e diel. Po, e përsëri Kërçova është ai vendi më i ndjeshëm për të cilin po luftohet në mënyrë etnike, do kisha thënë, sepse e përmenda që ka gjithmonë një garë të ngushtë, për këtë shkak edhe po tentohet që edhe shqiptarët tentojnë që ta mbajnë, edhe maqedonasit në këtë rast VMRO-DPMN-ja tenton që ta rikthej apo ta udhëheq një maqedonas, pra besoj që gjithë fokusi do të jetë te Kërçova. Në aspekt tjetër, në shumicën e rasteve pastaj kemi gara që janë ndër politike apo opozit shqiptare në këtë rast. Tetova ka një garë të ngushtë ka në fakt një epërsi të kryetarit aktual të Tetovës, Bilal Kasami, mirë po për shkak të këtyre ndryshimeve të fundit me kërcënimet e VMRO-DPMN-s, mund ndoshta të ketë ndonjë lëvizje të vogël, mirë po gjithsesi edhe aty do ketë një garë të fortë, pra do jetë pushteti dhe opozita shqiptare, po ashtu edhe në Dibër gara është njëjtë, domethënë nuk ka të bëjë me garë etnike, por është me garë pushtet dhe opozitë shqiptare, dhe besoj se edhe kjo komunë do jetë vërtet interesante, njëjtë edhe në Dibër, domethënë mendoj që gara etnike apo gara ajo që zakonisht na intereson më shumë është ajo e Kërçovës, dhe besoj se gara të tilla nuk kemi për momentin, ku mund ndoshta të vijej thekse dhe që mund të ishte ndoshta problem për partnerët e koalicionit, mirë po ajo që Mickoski e ka kurzuar me mbështetje në komunat e tjera Kërçovën, ajo ndoshta do ishte problem, sepse nëse Vleni në fillim kishte një qëndrim gjysmak, do kisha thënë se do e mbështesin të gjithë bashku kandidatin shqiptar, pavarësisht se kishte edhe disa skandale që i dolën zoti Deharit në rrjetet sociale, dhe pavarësisht është, do me thënë, i opozitës, pra ishtë kundërshtari politik i Vlenit, ata kishin pranuar që ta mbështesin vetëm që Kërçova të mbetej e shqiptarve, mirë po në këtë situatë kur zoti Mickoski ka kurzuar dhe me mbështetje në komunat e tjera, mund ndoshta të kemi edhe ndonjë ndryshim. Faleminderit Ferikan. Ne shkëputëm për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.